Në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale, tubim në Tetov ka mbajtur VMRO-DPMNE-ja, ku janë prezantuar kandidatët për këshilltar nga kjo parti për Këshillin Komunal në Tetov. Para të pranishmëve foli kryetari i VMRO-DPMNE-s Kristian Mickoski, i cili akuzoi Ali Ahmetin ku theksoi se politikat e BDI-s e kanë zbrazur Maqedoninë dhe kanë zvogëluar numrin e studentëve shqiptar. Nuk do t'i përgjigjem Aliut me retorikën e tij, megjithse ai e dëshiron. Ai më kërkon t'i përgjigjem retorikës së tij romantike kombëtare. Nuk do t'u tregoj njerëzve fabula, por realitet. Do të lexoj vetëm fakte për qeverisjen e tij 20 vjeçare. Ndërsa ai flet për histori, unë po flas për realitetin e hidhur. Brenda një dekade në Maqedoni ka 27.000 nxënës më pak. Puna e BDI-s do të thotë se ka 200 nxënës më pak në gjysmën e dytë të vitit në shkollat në Tetov në vitin 2023. Në komunën e Gosivarit, flet lëshim të shkollës për shkak të emigrimit është kërkuar për 200 nxënës në arsimin fillor dhe të mesëm në vitin 2023. Rënja e popullsisë e parë përmes nxënësve të rinj që u larguan nga vendi për shkak të emigrimit duket kështu: Haraçin -14%, Likov -40%, Tearc -37%, Tetov -18%, Bogovin -37%, Zhelin -28%, Vrapçish -32%, Gosivar -35%, Kërçov -36%, Strug -32%. Ky është realiteti i hidhur që ka sjell Aliu dhe pjesëmarrja e tij në qeveri për më shumë se 2 dekada. Dhe pas këtyre disfatave që solli tandemi BDI-LSDM, a do të na bindin ende me historitë dhe fabulat e tyre? Maqedonasit dhe shqiptarët po paguajnë shtrenjtë për paaftësinë e tyre. Prandaj le ta ngrejmë Tetovën mbi kënetën politike që lan pas. Dhe zgjidhja që kanë banorët e Tetovës në këto zgjedhje është të jetojnë me ata që vetëm i dëgjojnë, flasin, ose me ata që punojnë dhe japin rezultate, theksoi Mickoski.